Situata që ka ndodhur ditën e sotme, më saktë në mëngjes, ka shokuar të gjithë dhe bëhet fjalë pikërisht për një debat apo një diskutim midis Brikenës dhe Artanit. Teksa Brikena ishte duke u futur në krevatin e Mateos, Artani ka arritur dhe ka shkuar shpejt duke u futur asaj në krevat dhe duke e trembur. Me njëherë pas këtij veprimi, Brikena është çuar nga krevati dhe ka filluar të qajë, dhe rreth një ore ka ndenjur në banjë e mbyllur duke qarë me të madhe. Artani ka shprehur se nuk e bëri këtë me qëllim që ta merrte ajo për keq, por thjesht donte që të zinte krevatin e Mateos dhe të bënte një shaka. Megjithatë, Brikena është ende e mërzitur dhe shpeshherë ka refuzuar të flasë me njëri. Ajo ka kërkuar që sot të fletë në krevat me Gretën, ndërkohë që Greta ka shkuar në dhomë të shpellës pra ku ndodhen banorët e tjerë dhe i ka treguar situatën. Në shpellë, ditën e djeshme, është futur edhe Mateo dhe ai nuk e kishte fare ident për këtë ngjarje. Në momentin që Greta ja ka treguar, ajo është mërzitur shumë për Brikenën, pasi është vajza për të cilën ka ndjenja dhe ka thënë që do t'ja bëjë jetën në shtëpi ferr Artanit. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë të dyja palët janë shumë të acaruara, ndërkohë që Artani insiston se nuk e ka bërë këtë gjë me qëllim dhe nuk e priste që Brikena të prekej kaq shumë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se reagimi i Brikenës ishte i vërtet, apo këtë gjë po e përdor për të luajtur? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!